Besimtarët musliman festuan sot festën e Kurban Bayramit. Të mbledhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, besimtarët uruan njëri tjetrin për më shumë begati në këtë ditë të sakrificës. Sa ma mirë, sa ma ashtu bashkim, unitet me pas njoni me tjetrin. T'ja kalojnë sa më mirë gjithë muslimanët këtë festë të madhe për neve. Barësi për gjithë muslimanët do që ndodhen, begati, familjet e tyre. Pavarësisht gjërave që janë lustra për barësi. I urojmë të gjithë besimtarëve musliman gëzuar ditën e Bayramit, qoftë kjo një ditë mirësie, begatie për gjithë familjet tuaja. I urojmë gjithë besimtarët musliman kudo që ndodhen nëpër botë, paqja dhe begatia të modhin Zot qofshin mbi ne. Kaq, vetëm gëzime paqim gjithmonë, të tilla festa na përmbledhin gjithmonë. Kryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë Skënder Bruçaj theksoi se dita e Kurban Bayramit është momenti kur besimtarët i bashkon sakrifica dhe dashuria për Zotin. Kjo ditë e madhe, Kurban Bayrami, vjen sot për të sjellë botës mesazhin e respektit, tolerancës, dashurisë dhe sakrificës. Kjo është dita kur i shërojmë plagët që kemi shkaktuar njëri tjetrit me buzëqeshje dhe gëzim, me paqe dhe vazhëri. Në këtë ditë besimtarët i përgjigjen thirrjes së Zotit. Nxitoni te Zoti juaj për falje mëkatesh dhe xheneti, gjerësia të cilit është gjerësia e qiellit dhe tokës, është përgatitur për të devotshmit. Imamët Elvis Naçi dhe Ylli Gurra evidentuan faktin se festa e Kurban Bayramit bart devotshmërinë e besimtarëve ndaj Zotit, që nga fillesat e tij deri në ditët e sotme. Vëllezër dhe motra të nderuara, mund të vijë njeriu për të festuar një Kurban Bayram apo për të bërë një falje. Por kjo s'do ta kishte vlerën e saj nëse neve nuk kemi kuptuar që fillimi i Kur'anit dhe fundi i tij, fillimi i Islamit dhe fundi i kësaj feje madhështore, fillimi i jetës profetit dhe fundi i jetës tij, filloi me besimin ke Zoti dhe vazhdoi me bërjen e veprave të mira. I madhi Zot na mundsoj lavdije dhe gjithë falënderimi takojnë atij që dhe herë na mundsoj, na bashkoj dhe na rreshtoj me engjël siç janë në qiell deri në arshin e lartë, arshi ala, për të përkujtu, për të dëshmu dhe për të qenë gjithë një zemër dhe i shpirt në një ditë nga më të mëdha, në një ditë bardhë, në një ditë nga më madhështore për muslimanët e globit. Pas fjalimeve, besimtarët musliman kryen së bashku ritin e faljes së Kurban Bayramit, ditën e sakrificës dhe të veprave të mira. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu akbar. Subhanallah.